Përplasja në mes të praimit. Kur magjia dhe zemërimi përplasen, atmosfera në praim ishte ngjeshur në mënyrë të pashpjegueshme. Muzika kishte ndalur, bisedat kishin mbetur pezull dhe një tension i padukshëm ecte mes njerëzve si era e një stuje të afërt. Në mes të gjithë këtij turbi qëndronin dy vajza, Alba dhe Bia. Një energji e veçantë po rritej midis tyre, një kontrast mes forcës, pasigurisë dhe të fshehtës. Bia kishte vendosur të vepronte. Nuk ishte thjesht një debat verbal, ajo i bëri Albës atë që mund ta quanim magji, një simbolik, një ndikim emocional të fortë, një mënyrë për të marrë kontroll mbi situatën dhe mbi perceptimet e Albës. Nuk kishte nevojë për fjalë të shumta. Një shikim, një gjest, një buzëqeshje e lehtë, por e ngarkuar me qëllim, mjaftuan për të aktivizuar tensionin. Alba ndjeu menjëherë një presion të brendshëm. Zemra i rritë më shpejt, mendimet i përplaseshin si valët e detit gjatë stujit, dhe çdo frymëmarrje e saj dukej e ngadalë, e rënë. Nuk ishte një magji reale, natyrisht, por mënyra si Bia e goditi emocionalisht, mënyra si e vuri në dyshim, si e nxori jashtë ekuilibrit, ishte kaq e fuqishme sa dukej si një veprim magjik në mes të praimit, ku sytë dhe të gjithë ishin të drejtuar nga ajo çka po ndodhte, çdo lëvizje, çdo fjalë, çdo heshtje u bë më e rënë. Nuk kishte mundësi të ikje. Nuk kishte mundësi për të fshehur ndjenjat. Publiku ishte dëshmitar i çdo tensioni që po shpërthente. Dhe ajo që ndodhi më pas ishte përplasja. Alba u përgjigj me një ndjenjë të papërshkrueshme, një përzierje frike, zemërimi dhe sfidës. Çfarë po bën ti? Mendoi, por fjala nuk doli menjëherë. Ishte një heshtje e ngjeshur, një tension që kërkonte të shpërthente. Bia, nga ana tjetër, nuk ishte aty për të folur shumë. Ajo kishte vendosur që të përdorte prezencën e saj, energjinë e saj dhe çdo gjest të vogël për të krijuar një ndikim të fuqishëm. Shikimet u kryqëzuan dhe përplasja u bë më intensive. Nuk ishte vetëm një mosmarrëveshje normale. Ishte një konflikt i natyrës së forcës psikologjike, ku secila përpiqej të tregonte superioritetin e vet, të dominojë skenën dhe të ndikojë tek të tjerët. Çdo person që ndodhej aty ndjeu tensionin, disa u tërhoqën, disa qëndruan të ngulitur, duke u bërë dëshmitar të një konflikti që dukej se mund të shpërthente në çdo moment. Alba ndjeu një reagim të brendshëm, zemërim dhe frikë njëkohësisht. Zemra i rritë shpejt, dora i dridhej pak, dhe secili muskul i trupit ishte në gjendje gatishmërie. Një pjesë e saj donte të largohej, të ikte nga ky sken ku çdo lëvizje e saj mund të interpretohej gabim. Por pjesa tjetër e saj nuk mund të heshte. Nuk mund të qëndronte e ulur dhe të lejonte që energjia e Bias ta dominonte. Bia, me çdo fjalë të thënë ose të papërshkruar, e vuri Albën nën presion. Fjala mashtruese, një shikim që sfidonte, një buzëqeshje e fshehtë, çdo gjest kishte efektin e një magjie psikologjike, një ndikim që e detyronte Albën të reagonte, të ndjente dhe të përballonte realitetin. Nuk kishte një mënyrë të qetë për ta menaxhuar këtë. Çdo lëvizje e saj, çdo gjest i vogël, çdo frymëmarrje u bë një pjesë e konfliktit. Në atë moment, gjithçka u ngadalsua. Duket sikur ora kishte ndalur dhe gjithë vëmendja ishte e fokusuar tek dy vajzat. Publiku, pa dashje, u bë pjesë e tensionit, një shtrëngesë që shtonte presionin mbi të dyja. Çdo shikim, çdo përshpëritje, çdo tingull ishte i ndjeshëm, dhe çdo person i pranishëm ndjeu ngarkesën emocionale që po rritej. Përplasja kulmoi kur Alba vendosi të fliste. Fjala e saj ishte e prerë, e qartë, por e dridhur nga emocionet. Pse po më bën këtë? Ishte pyetja e saj që nuk kërkonte të përgjigjej me fjalë, por kërkonte të ndreqte ekuilibrin emocional, të vendoste një kufi dhe të tregonte se nuk mund të dominohej ose manipulohej. Bia reagoi menjëherë. Duke përdorur energjinë e saj të brendshme për të mbrojtur pozicionin e vet, ajo nuk do të dorëzohej. Përplasja nuk ishte më thjesht verbale, ishte një luftë e heshtur e qëndrimeve, e energjive dhe e emocioneve. Çdo shikim ishte sfidë, çdo lëvizje një provë. Në ato minuta të zgjatura, ku muzika dhe bisedat kishin ndalur dhe vetëm tensioni mbretëronte, secili që ndodhej aty filloi të kuptonte se kjo nuk ishte një debat i zakonshëm. Nuk ishte një grindje e thjeshtë midis dy vajzave. Ishte një demonstrim i forcës emocionale dhe psikologjike, një përplasje vërtet që tregonte sa delikate janë marrëdhëniet njerëzore, sa lehtë mund të interpretohet gabim çdo gjest dhe sa e vështirë është të ruash qetësinë në situata të tilla. Në fund, pas minutash të tëra tensionit të përqendruar, të dyja ndalën pak.
Frymëmarrjet u normalizuan, zemrat ende rrinin shpejt, por një ndjesi e re kishte mbërritur, një kuptim i forcës dhe i kufive, një njohje e qartë se secili ka energjinë e vet për të mbrojtur dhe për të sfiduar, dhe se çdo përplasje, sa e dhimbshme ose e ndritshme, është një pasqyrë e thellë e karakterit dhe ndjenjave. Në këtë përplasje në mes të Brahimit, ku bia i bëri magji Albës dhe tensioni u rrit, nuk kishte fitues ose humbës në kuptimin tradicional. Çfarë mbeti ishte një mësim mbi peshën e fjalës, fuqinë e prezencës dhe ndikimin e emocioneve mbi vendimet dhe marrëdhëniet. Dhe mbi të gjitha, ajo tregoi se kontakti emocional midis njerëzve nuk është kurrë i thjeshtë. Dhe se çdo përplas mund të mbartë një të vërtet të fshehur për karakterin dhe ndjenjat e secilit.